Kandidati për kryetar të komunës së Prizrenit nga AAK Besnik Krasniqi takon pensionistët Prizrenas, ku me këtë rast pohon se pensionistët janë brezi ynë i fortë. Ne do të kujdesemi për ta ashtu siç ata dikur u kujdesën për ne. Barnatoria pensionistëve, furnizimi me barna falas dhe subvencionim të vazhdueshëm, konsulenca aktive, përfshirje e ekspertizës së tyre të pasur në vendimarrje, shërbim shëndetësor ambulativ në shtëpi, kujdesi drejt për ta aty ku kanë më së shumti nevojë, sepse respekti për gjenerata që sakrifikoi për ne është garanci për një shoqëri më të drejtë dhe më humane, pohon kandidati Krasniqi. Në kuadër programit tonë është parapat që të themelohet barnatoria e pensionistëve të qytetit, e cila përveç barnave esenciale, listës esenciale të barnave, parashtrihet që edhe barna tjera të cilat i përshkruhen pensionistëve me subvencionu 50% nga buxheti i subvencioneve të kryetarit të komunës. Brenda ditës 12 do të punojnë vetëm me komunikim me persona të shtyrë në moshë. Tash më do të mundohem këtë shërbim me ngrit deri në 24 orë.